Maska me kos që i ka habitur të gjitha gratë, ja receta. Pa i hequr me ritëm produkteve të kozmetikës që marrin në parfumeri, rezultatet me përdorimin e kosit do t'jenë fantastike. Ti rikthesh lëkurës shkëlqimin dhe të urdhërosh asaj më shumë energji gjatë ditëve të ftohta është një vështirësi e madhe. Kosi është një aleat i mirë për kujdesin e lëkurës, falë cilësive qetësuese dhe hidratuese e bën atë edhe të mbrojtur. Prandaj kosi mund të përdoret në mënyra natyrale, gjithmonë kosi i përgatitur vetë në shtëpi në kombinim me kivin do t'i bëjë fytyrës tuaj një pastrim rrënjësor. I pasur me vitaminën C dhe vitaminën E, ky frut përmirëson lëkurën falë përmbajtjes së antioksidantëve. Kosi me mjaltin është një maskë klasike kundër rrullave dhe qetëson aknet. Kosi në kombinim me arrën e kokosit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe për të përmirësuar shëndetin tuaj të lëkurës kundër rrullave. E mbani për 10 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të bollshëm dhe të ftohtë për efekte tonifikuese.